puna e një vllavit. Ju ka shty fejesa, ju ka shty martesa, e qa me bon, baba të në rënë. Me grud vllavt, unë në rënë muhe. Unë në rënë. Se për ndryshe, u vanue, mu fejua i vllavi. I boni 2 vjetë, u vanu, mu feju, e të nëmë ka dhënë mu, mëtërën e burrit për vllavë të nëne. Vllavë edhe ajo mëtëra burrit, ta mënjën kënd mësh më martë. Vllavi i ka pos ka 28 vjeta nënë qështu. Ajo mëtëra burrit që i ka morë vllavi jam, ajo i ka pos 23 vjetë. Të na baba ka menue që me morë ato me martu vllav, e mu të na me shty dhe kë. Dhe i të bëjnë edhe naj vetë. Të na mëra vesh, po bisedesha ka pak me nonën, po e nonës i thesha qka bre nonë qa u bon, po mirë po nuk ndodhë ka ajo vështone. Po shumë qika që është ndodhësin. Edhe bëjsh Allah me nonën, nonat e këshuj, se me bo me një baba jetë, ty edhe mu në mytë. Shuj, ju zban me një baba jetë. E jeta e saj bashkëshortore nuk ishte qenë as pak e lehtë. Pas martesës, ajo kishte kuptuar të kaluarën e burrit të saj. Shkova të burri, ko shkova të burri, vjera, burri jam një vëllo 3 vit. Une, se s'ka posë baba jam tjerë, thmije tjerë, une me vëgla, me reja që aty, shkojsha me gjën, me 2 porgjën, me dhem, me lep. Edhe, ju më konë veqën edhe në aty, nona ju kom dhimë, së më ka shti, me bo punë të shpisë. Me fshije, me pastruhe, diçka po me gatu, që shu bo buka këtë në herë ju. Edhe nuk disha, mirë po, do shtë i zëti ku shkova pak icë, vjera e kuptejke. E kuptejke vjera që shumë ka morë. E reje, edhin pa mësune kur gjë, po mirë vjera mësej. Të në mësua me gatue, me i mjellë gjone, se me fshije me ldirë, se ko zërë aty. Po edhe zërë u kona atë këse s'kena pos kështu i lëke. Dhe loj s'kena pos atëherë kështu. Po u do të me gryë lëqin e hinin e tona. E me lo enë, me lo në bërë, me hije, me zallë, se s'o ko kështu. Valaj burri bukur ka gjaj më që mu konë. 37 vjetë po, unë e 14. Po, pasha sytë. Po e këtë në qa ku menu korgjë, veç i më tutë. Veç i më tutë, kam zej drejtë. Jo më tutë, isha o zëtë qa u bo me mu, qa di, qysh, qysh shkon puna, qa bo puna. Besë dhe i shkoni martum. E që me qika jame, qysh u konë këha atëherë. Ajo thot se asnjëherë nuk ka pasur guxim ta diskutoj këtë gjë me prindërit e saj. Që me bo kur gjë, apet qashtë, këm nejtë, më boza. Me i thoi babes, baba, e kum pas babën e shtirë, s'këna godzumja për men, as të miren, as të keqen. Për bes, u deka u shku, edhe që aty nuk e se kum diskutu këtë punë. As me bob, as me nëm. Se vën kum nije. Se boba të në masi u martyuve, unë jam shku se mu ju konë të tyrë, baba të nëmë ka dek,
në mars. E të në atë fillim atë nuk u mujtë me diskutu me babë. Se nëna se kishë pas ditë heq. Edhe me ditë nëna s'ken godzu me të ja po koptën me thëllë. Nëna as me babë. Madje, ajo tregon edhe momentin se si është ndjerë kur burri kishte treguar për martesën e tij të parë. Më kallëzoj burri se u pa qefa, edhe ato si hajgore. Mirë po nuk besojsha, u pa qefa. Edhe u pa qefa si në hajgore, hajtë më se edhe ndeksh, e marë tjetërën, e treta e vërteta, si hajgore. Kërta, unë hajtë në u musha, shka isha të ditë. Ashe qa ke që ke treta e vërteta? Mashallah, tha je mushme, më tha për do me ditë. Thash vallohi, qa ke që ke treta e vërteta? Tha vallohi, qështu tha kompost grunë tha për para, 2 muja, 3 tha. Së ka kismet, të e kënë shu, tha, te e dyta, tha, zëtë në rujtë me bo me dek, tha, duhet të treta e vërteta. Edhe, qa me bo, e kisha thmejnë.